Përshëndetje të gjithëve. Sot do ndaj me ju një recetë tradicionale që më kujton gjithmonë shije në fëmijërisë. Janë mashurka jeshile me mish viçi, një gatim I thjesht, por plot dashuri dhe shije, me përbërës që I kemi të gjithë në shtëpi. Karota, qep, pudhër dhe sigurisht mish. Fillojmë nga puna. Në suprin kam vendosur një qep, e presim në pjesë të vogla dhe bashkë me qepën do presim 2 thelpinj hudhër. I grimcojmë, I bëjmë sa më të vogla qepët, 2 thelpinj hudhër I shtypim dhe më pas I presim në pjesë të vogla. I bashkojmë bashkë me qepën. Ndërkohë në tenxhere kam vënë mishin të ziej. Mishi është pjesë kocke, ndaj unë dua që të dalin ajo gelatina e kockave. Shtojmë pak vaj ulliri në tenxhere dhe vendosim në zjarr. Ndërkohë që qepa ka urtiset, ne presim në kubik të vegjël 2 karota. Janë të plota të mëdha këto karotat. Në këtë mënyrë do t'i presim të dyja karotat, por sigurisht perimeve gjithmonë mund t'i jepni formën që ju dëshironi. Edhe 3 domate të pjekura mirë, I presim në kubik dhe më pas do t'i kaloj në blender t'i kthej në pure. Janë këto domatet Rosalin, varieteti Rosalin, të cilave unë nuk ja u pastroj lëkurën. I vendosim në blender dhe I kthejmë në pure t'i kemi gati. Ndërkohë qepa ka urdiset në zjarr, ne karotën e prem në kubik, kthejmë edhe domatet në pure. Kemi gati. Edhe qepa në zjarr është zbutur, shtojmë karotat. I bashkojmë bashkë me qepët. I vendosim kapakun, I lëm edhe 5 minuta të tjera. Ndërkohë ne pastrojmë edhe 1 kilogram me mashurka, janë mashurka cilindrike dhe jeshile. Nuk ka nevojë fare të përdoret thik, pasi unë I pastroj këto skajet, këto cepat e mashurkave dhe I ndaj në 2 pjesë. Janë të njoma dhe nëse nuk janë të njoma, duke I tërhequr I hiqet ajo fija që ka në mes. Është momenti për të shtuar puren e domateve. I përziej mirë. Dhe e lëm derisa domatet, më mirë të themi lëngu I domateve të avulloj. Më pas shtohen mashurkat e prera në 2 pjesë. Natyrisht mund t'i prini edhe në pjesë më të vogla. Shtoj mishin e viçit të cilin unë e kam zier më parë, është pothuajse I zier plotësisht. Shtoj 1 lugë të çajit me krip, pak piper të zi, këtë miksin e erëzave, I shtoj edhe pak ujë dhe do ta lëm të ziej avash avash edhe 30 minuta. Kjo është koha e mjaftueshme për të zier perimet, pasi mishi është I zier. Jemi në fund të zierjes. Mund t'i lini me më shumë lëng, mund t'a thani edhe më tepër lëngun. Në fund fare unë I shtoj pak majdanoz. Me koprën shkojnë bishtajoret, por në familjen time nuk e kanë qef koprën, ndaj unë I shtoj majdanoz. E shërbejmë kështu të ngrohtë, duke I shtuar sipër vetëm pak majdanoz. Ja pra miq, mashurka jeshile me mish viçi janë gati për t'u shijuar. Është një pjatë që të ngroh shpirtin dhe të kënaq shijen. Perfekte për çdo ditë të javës. Gatuaj me pasion dhe ndaj me dashuri. Me dashuri nga kuzhina ime. Ky është edhe slogani im. Ju falenderoj.